Në vend se t'i ulin çmimet për festat e fundvitit, tregtarët i kanë rritur çmimet e produkteve ushqimore. Ankesa e këtill vjen nga qytetarët e Tetovës, të cilët thonë se çmimet janë rritur dukshëm. Ata ankohen se për festa gjithkund në botë çmimet ulen, por në vendin tonë shfrytëzohen festat për të rritur çmimet e produkteve të cilat konsumohen më shumë. Rritjet janë vërejtur në tregje dhe markete. Qytetarët reagojnë duke thënë se çmimet e të gjitha produkteve po thyejnë rekorde dhe mezi arrin të sigurojnë ushqimin tradicional për sofrën festive. Për mendimin tim nuk duhet të ketë rritje çmimeve në periudhën festive, ka tash kemi edhe ardhjen e mërgjimtarëve, të cilëve ju dëshirojmë mirëseardhje në familjet e tyre dhe sigurisht të kalojnë ditë shumë më të lumtura në vendlindje. Në vend që të ulen në prak të festave, të çmimet rriten sa më shumë. Shtrinjt shumë. Shtrinjt, që të thonë, që të gjanë. Bala, bol, shtrinjt, bol, shumë. Ndërkaq ministri i ekonomisë Besar Durmishi thotë se institucionet shtetërore janë të angazhuara për të intervenuar nëse hasen rritje enorme të çmimeve. Në momentet të tilla kur kemi hasur më përpara që ka pasur lëvizje të tilla apo sjellje devijante nga prodhuesit e tregtarët, ne kemi qenë aty dhe kemi reaguar, po ashtu do të reagojmë edhe në të ardhmen, nëse do të ketë sjellje të tilla apo rritje enormeve të çmimeve, qofshin ato ushqimor apo jo ushqimor me pakicë shumicë, duke qenë në anën e qytetarëve për të mbrojtur standardin jetësor. Tani për momentin që ne po flasim, nuk kemi pasur deri më tani informatat që i marrim nga Inspektorati Shtetëror i Tregut, që monitorohet dhe kontrollohet për çdo ditë tregu, jo se ka sjellje të tilla apo rritje të çmimeve, posaçërisht në prag të festave ku tregtarët dinë se cilat artikuj ushqimor shpenzohen më shumë dhe aty i rrisin çmimet. Pikërisht në këto ditë edhe kontrollet janë më të shpeshta dhe nëse do të ketë një sjellje të tillë, ne aty do të jemi që të sjellim vendim për të përkufizuar çmimet për ato artikuj ushqimor të cilët do të ketë sjellje të tilla devijante. Dhe të gjithë ata të cilët nuk e respektojnë ligjin, e dini që në vitin 2025 ku është edhe kërkesë e Bashkimit Evropian në kuadër të agjendës reformuese që të rritet kontrolle inspektoriateve dhe Inspektorati Shtetëror i Tregut ka arritur numër rekord të kontrolleve. Në vitin 2025 janë bërë mbi 25.000 kontrolle, ku janë shqiptuar mbi 2.5 milion euro dënime apo gjoba për gjithë ato tregtarë që nuk e kanë respektuar ligjin. Në ndërkohë, nga lidhja e sindikatave kërkojnë kontrolle më të shtuara dhe gjoba për të parandaluar rritjen e paarsyeshme të çmimeve. Nga Inspektorati Shtetëror i Tregut thonë se çdo ditë janë në terren dhe bëjnë analiza të çmimeve, të cilat do t'i dorëzojnë tek organet kompetente. Rritja e çmimeve të produkteve nga ana e tregtarëve pothuajse është bërë praktik në prag të festës së ndërrimit të moteve.